Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar shikues, takohemi së bashku për të mësuar një shkronjë të re. Sot me lejet Zotit do ta marrim shkronjën Ain. Emri i saj i plot është Ain Nun. Dëgjoni. Shkronja Ain kur është e vetme ka këtë formë, shiqoni se si shkruhet. Fillimisht fillon sikur se hemzeja, por nuk mbaron me kaq dhe shkon edhe merr këtë formë. Shkronja A ose Ain shqiptohet kësaj. Dëgjoni, është shkronjë e rëndë. Kur keni qenë të vegjël dhe keni pas probleme me shëndet, keni pas probleme me fyt, edhe kanë qenë prindë e juve tek mjeku, edhe mjeku çka ka thënë? Hape gojën edhe thuj A. Në ato momentet ka lëshu një shtag diçka për me këshyr fytin, për me shqyu nivelin e skuqjes të fytit apo ftohjes. Edhe që ti ke provu me thonë A, në vend që me thonë A, ke bu A. Ashtu në të shqiptuar. Kjo është shkronja të cilën do ta mësojmë. A. Në të shqiptuar A. Kjo është e vetme, e fillimit. Shkronja Ain i fillimit është identik, sikur se hemzeja, por është më e madhe dhe pranon të lidhet nga ana e majt, ndërsa hemzeja nuk pranoj ke me u lidh nga asnjëra anë. Kështu. E mesit bëhet kësaj, jemi në rresht. Duke shkruar, shkojmë e bëjmë një formë sikur gjysës, me qujtë si gjysë më hën, dhe kthehemi sërish në rresht aty ku ishim. Dhe fundit ashtu, pranon lidhjen nga të dyja anët, edhe nga ana e djathtë, edhe nga ana e majt. Dhe Aini i fundit është sikurse i mesit me qujtë pjesën e parë dhe mbaron më pastaj sikurse Aini i vetëm. Kuptoni? Në të shkruar ka këtë formë, në të shqiptuar shohim kur është Aini me fetha në gjitha format e tyre, do ta lexojmë vetëm A. Jo A-E, jo por A. Veç kaq. A. Jo A-E, jo A. Kaq. A. Më kuptoni? Kur shkronja Ain ka kesra, në çfarë do pozite gjendit? Ashtu, atë duhet ta lexojmë I. Jo A-I, por vetëm thu I. Ashtu. Dhe shkronja Ain kur ka damme, gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë vetëm U. U. Jo A-U, jo A-U, sa atëherë pi thu dy shkronja, por thu vetëm U. S'keni nevojë me shtrëngu fytin, me munu me shqiptu diçka tepër mirë, natyrshëm. Fytin e leni total të lirë. Mos e harroni kur keni qenë te doktori, ajo ndihmon fort. Keni provu me thon A, ndërsa atë shtagën me qujt ashtu që ta ka shti në fyt, të ka shti me bo A. A. Kësisoj, kjo është ma e leta për me e kuptu për fillim. Shkurt, bravo. Detyrimisht shkurt. Shofim shkronjën A, kur vije me tenvinin N. A mundet me ardhën këtë formë? Mundet. Ashtu. Tenvini N, mbi shkronja të rënda, bëhet An. Dhe në këtë rast lexohet An. 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 Provani, edhe mos i thuni e An, po veç An. An. Bukur. An. A mundet të jetë Aini i fillimit? Mundet gjithsesi. Bukur shumë. A mundet i mesit me qenë me tenvinin N? Po mundet. A mundet edhe i fundit? Mundet. Edhe pse tenvinin An, natyrshëm duhet më në ardhë këto dy forma. Ashtu. An. A mundet më në ardhën
Ajni I vetëm Në disa raste. me tanvinin in, Në disa raste. I vetmi po. I fillimit Dhe I mesit asesi nuk e as I fundit nuk mundet me orë me tanvinin in, por zakonisht ai duhet të jetë I fundit. I mesit dhe I fillimit nuk mund me orë, ndërsa zakonisht ai duhet të jetë I fundit, por logjika se përjashton edhe të vetmin Gjithashtu edhe në tanvinin on. vjen e vetme, mund të vje dhe nuk mund të vjen as e mesit as e fillimit, por e fundit zakonisht mund të vje. Bukur shumë. Në më thonë, e mesit edhe e fillimit s'ka të në vend, ndërsa duhet të jetë Vetme edhe e fundit po. bukur shumë. Të në vinat, Kemi thënë se detyrimisht shkurt. edhe këta duhet të jenë Shkurt. shkurt. Bukur shumë. Vazhdojmë tutje? Po. Ajni, kur është I vokalizuar me damme, dhe pasaj në vije, wawi, pa kur farsheje, atëherë formohet vokali I gjatë u, që dëgjoni, jo au, jo pa au, për du të lexuar, dëgjoni, du të lexuar au, jo au, por au, më kuptoni? Bukur. Shkronja ajn, kur ka kesra, dhe pasaj në vije jëja E pa vokalizuar. ashtu, atëherë Formohet vokali I gjatë I, të cilën do ta zgjosim sa dy tokte dhe lexohet ai pa a. Vetëm dëgjoni mu. I, jo ai, por I, bukur shumë. Au, ai, jo au, ai, jo. Au, ai, më kuptoni? Ai, kur shkon në ajn, ka fetha, dhe pasaj në vije elifi, atëherë në formohet vokali I gjatë A, që me këtë rast duhet ta lexojmë jo jo, kjo gabim. Mos I krijani dy tinguj. Mos I krijani dy tinguj në asnjë rast. Ai, jo. Më kuptani? Ashtë. Bukur shumë. Kemi thënë që detyrimisht duhet zgjat, por ajo zgjatje duhet të jetë sa dy tokte. Po, sa? Dy tokte. Dy takte. Sa ishin dy takte? Sa I lexojmë dy shkronjë dy ajna të vokalizuara. Bukur. Me shkronja të gjata apo? Me shkronja të Shkurta. shkurta. Bukur. Të vokalizuara e zgjosim vokalin e gjatë U, I apo O. Bukur shumë. Shofim shkronjën në ajn kur ka sukun. Para sajna po qesim elifin me fetha. Dëgjoni. Edhe kjo ajni në një farë mënyre I ngjan sikur se hemzeja kur kishte sukun. Çfarë bëhej kur hemzeja kishte sukun? Formohet një tingull ë. Edhe këtu është I përafërt, por dallimi qëndron me ato se që ky tingulli ë këtu është I fytit. Jo por nëse mund na më thonë një gjysmë ë. Provoni? Ose o. Ajo me qit ën, mund na më thonë si gjysmë ë. Jo në asnjë mënyrë. Dhe, e tjera. A kemi të qartë? Po. Nëse muna me qujt një si të përgjysmë dëqysh. Si të përgjysmu me E shofim ajnin kur ka të shtid. Shkojmë prej fethas, qëndrojmë në ajn. Ashtu, si që kemi vepruar gjithherë,
qëndrojmë, e kapim ajnë, qëndrojmë pak në të, edhe vazhdojmë. E-a, ose e-a, në këtë rast, e-a, jo me bë e-a, në ajnë qëndrojmë, e-a. Në vazhdim, shofim se si përdoret shkronja ajnë për të formulu fjallë. Nëse dëshirojmë të fillojmë fjallën me shkronjën e ajnë, detyrimisht do ta marrim shkronjën a të fillimit. Në vazhdim, nëse na duhet shkronja ajnë, kur ajo ndodhet, detyrimisht ajo duhet të jetë e mesit. Domethënë sepse nuk është as i fillimit edhe nuk mbaron fjala aty. Dhe nëse dëshirojmë fjalën ta përfundojmë me ajnë, ajo duhet të jetë ajni i fundit. E vokalizojmë të parën me fetha, të dytën me kesra dhe të tretën me damme. Këtë do të lexojmë kësaj. Shiqeni mirë. A, ai, au. Ju lutem, bëni kujdes të mos i shqiptoni dy tinguj me një vend. E-a, e-i, e-au. Jo. A, ai, au. Në rregull. Në të shqiptuar, përmendëm ngjan me shkronjën a, por është pak më e rëndë. Prandaj nuk ekziston në alfabetin e gjuhës tonë. Kur është me fetha bën a. Kur është me kesra bën ai. Kur është me damme duhet au. Kur është me tenvinin en shndrohet an. Tenvinin in shndrohet ain. Tenvinin un shndrohet në un. Kur është me vokalin e gjatë u thuhet u. Me vokalin e gjatë i shqiptohet ai. Me vokalin e gjatë a shqiptohet a. Me sukun përmendëm një gjysmë e, por do të jetë me fyt. Këtu tham e, ashtu? E. Jo e, në asnjë mënyrë, po e. Dhe me të shtit e. Dhe kjo është forma nëse përdorim për të formu fjalë. Domethënë, nëse na lypet ose kërkohet me qenë e para, mirët e fillimit, nëse kërkohet me qenë e mesit është kjo formë dhe e fundit është kjo formë. A, ai edhe au. Ka diçka të paqartë në lidhje me ajnin? Jo. Në rregull. Nëse është e qartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Amar, fillo të lutem. A, ai, au. Ai, a, au. Bukur. Au. Jo. Bukur. Au. A, ai. Mashallah. A. E. E. Bukur. E. E. Me ajn. E. E. Bukur. Shumë bukur. Minire. U. E. Au. Dhe. Bukur. E. Ai. E. A. Ain. Bukur shumë. Gëzim. Ain, Ashtu. aun, Bukur. a, de, lël, Bukur. ael, mëll, Bukur. a, me, lën. Shumë bukur. Shumë bukur. Nida. T, au, d, Bukur. sh, ail, Bukur. f, ail, Bukur. s, mi, un, Bukur. a, limon. Bukur shumë. Albana. Bej, aun, Ashtu. a, de, Mashallah. be, a, the, Doj. Be. A. The. be, a, the, Bukur. be, a, de, Bukur. te, a, le, Mashallah. Shumë bukur. Minire. Se, mi, an. Se. Mi. A. Se, mi, a. Ashtu. A, gje, dhe. Bukur. Ne, ai, mun. Bukur.
على Bukur shumë. Gëzim? عي سا رك عي ت لا أو ذ جو م a Shkur. Gju, mi, a. a Ashtu? ي أي د Bukur shumë gëzim. Nida mund të vazhdash? علم عني علما نافعا بعده ده Shumë bukur, mashallah. Shumë bukur. Ka diçka të paqartë në lidhje me ajnin? Jo. Bukur.